miq Prizmus. Në një prej shkrimeve të një gazetarit, i cili ka punuar dikur me Institutin e Mediave, ka bashkëpuntuar, bashkëpuntori këtij lloji instituti i ngritur nga Sorosi në Shqipëri. Thush një fjali e tillë që shikoj me kthyer në dele, të cilat i qeth i njëjti bari. I kishte fjalën për inteligjencën artificiale, duke u munduar që ta konsideroj atë sikur po bën një element fatkeq në historinë edhe të shkruarit e të lexuarit e të modifikimit të jetës tonë, duke mos pranuar bën konservatorin një njeri i cili po të ishte kaq konservator, kishte marrë disa drejtime tjera të ruajtjes së trashëgimisë, por që në fillimet, ne e përmenda, nuk e përmenda kot atë punë në Institutit Mediave, ka marrë drejtimin e përpunimit të opinionit publik në mënyrë të shpeshherë të shëmtuar dhe jo të drejtë edhe përsa i përket jo të vërtetës dhe jo publikes aty ku nuk duhet që ajo publike të bëhet publike realisht. Dhe tashi na pas ka fajin edhe inteligjencë artificiale që në fundit njerëzit kur duan ta përdorin për mirë, ajo vetëm është ndihmë, sepse të mbledh dhënat, i organizon ato, mundësisht të korrigjon atë shëmtirë në shkrim që shpeshherë njerëzit bëjnë, duke përdorur inteligjencën artificiale, ChatGPT, Grokun, nuk e di, Gemini, edhe shumë element tjerë, minimumi bëjnë që të shkruajnë më mirë. Pastaj, a është autentik, a është i prodhuar mirë, a është i prodhuar mirë, këtë dallojnë i vetë, por idetë që hidhen, sidomos që ndërtohen aty, duhet të jenë të pronarit, jo vetëm ChatGPT-s. Dhe këtë e dallon gjithkush. Pastaj ka edhe një element tjetër. ChatGPT-ja nuk më bën të veproj kështu, drejt për drejti kur flitet. Tash po ju flas unë, dhe duar t'i lviz si dua unë, ose po them edhe këtë tjetrën. Shiko se nuk jam ChatGPT-ja, nuk jam as diella, e cila sigurisht ka drejtën e vet të bëj. Është zëri im, është fibrat, kordat që luajnë edhe autenticiteti i zërit tim, e shumë element tjerë. ChatGPT-ja nuk më bën që të flas kështu edhe nuk ka element të ChatGPT-s që mund ta rregulloj këtë, ja pikërisht këtë që po bëj tani. Këtë lloj opinioni që po ndërtoj tani. ChatGPT është i mrekullueshëm, Grok është i mrekullueshëm, Gemini është i mrekullueshëm, nuk e di, edhe shumë element tjerë që i harrova tash edhe nuk i harrova, po t'isha ChatGPT-ja nuk di kisha harruar, po jam njeri, kuptohet, edhe kam pjesën e njerëzore s'ke unë, bëjnë namin, por praktikisht nuk e ndërtojnë. Pastaj po futem ke ideja e deleve. Që do të thot ai që i qeth njëti bari? Delet, bariu jo vetëm që i qeth, por edhe i therë. Dhe ju merë dhe lëkurin, i shet edhe mishin. Mos ta e bëni bariun kaq shumë bari. Bariu është ai që i mbyti pari delet, pastaj është ujku. Dakord? Ujku dhe dhelpra. Ai që ha delet është bariu. Për çfarë i përdor delet bariu? Dakord, për qumshin. Po për tjetër, për mishin. Po për tjetër, për lëkurën. Domethënë që i therë. Mos ta e bëni bariun kush e di çfarë në mrekulli të madhe. Dhe thush çaj duke thënë bes. Pra mos e përdorni sikur delet edhe vetëm bariu i mirë. Mo bariu i do që t'i haj. Edhe na është kaq fajtore i ujku. Bariu i ruan delet, mos t'i haj ujku, se do t'i haj vetë. Apo ja, po mos e kam gabim. Të përgjigje do dhe luti. Jo më lut. Bariu nuk ju hek vetëm leshin, merr vetëm leshin. Ju merr dhe lëkurën, ju merr dhe mishin, deleve. Dhe këtu nuk është rasti i ChatGPT-s, po është rasti i njeriut. Pra ky njeriu me logjikën e madhe, jo ChatGPT-ja. Atë logjik ChatGPT-s ja ka thënë eksperjenca njerëzore. Se këta kujtojnë se ka eksperiencën e vet ChatGPT-ja, ma ka marrë eksperiencën botërore të njerëzve dhe ta paraqet ty. Nuk flitet kështu në qesim. Nuk jemi këtu në Institutin e Mediave me direktivat që merren nga Sorosi edhe nga organizata e tij e famshme. Ja. Edhe Sorosi atë bënte.
i qethë të gjithë, i venden një taljo, shqiptarët, në media. Pra ne i kemi mediat kaq të mira, sepse i ka ndërtuar Sorosi. Në një formë i ka ndërtuar. Si bariu, delet i qethë. Këtë punë tash i ka ardhur ChatGPT-ja e nuk e bën dot Sorosi. Apo jo luti. Pra nuk është e nevojshme as ta bëjmë heroin inteligjencën artificiale, as ta hedhim poshtë. Edhe bariun kujdes. Si luti dhe shumë si luti, sepse bariu është ai që e shuan Kopen. Në dukje është e ruan, por ai e shuan. Sepse ai e ha, ai e rjep, ai e përdor. Nuk kap se dali bariu, kaq. Po, puna e tij është. Profesioni i bariut, kështu do thotë, por ruan tufën, e cila sigurisht ka përshkuar në hell, ka përshkuar në kazan, ka për të hequr lëkura, ka për të marrë lesh. ChatGPT dhe inteligjenca artificiale për japun me siguri maksimale, nuk janë kaq kanibal sa bariu. Dakor, miqtë e mi. Pra ishte e njeriu që sigurisht nuk e besonin, edhe që quhet Donald Trump. Edhe shpesh në Evropë dëgjoje fjalë që nëse kote ka fjali ka tepërta, Trump është mësuar të thotë kështu bombash, por në përgjithësi pavarësisht humorit edhe në një batute që mund bëhet, këto fjalët po i dalin. Paqja po arrihet, ajo po funksionon. Në Izrael edhe në rripin e Gazës, në Palestinë janë të gëzuar njerëzit. Janë të gëzuar ma sepse vriten për ditë. Askërkush nuk do që të vriten, askërkush nuk do që të bombardohet. Është një konflikt i hapur që zgjat 7 vjet. Mos kujtoni se edhe në Izrael jetojnë mirë, nuk jetojnë mirë. Nuk mund të jetojnë mirë kur janë gjithmonë në kërcënimin e bombave. E sigurisht duhet stabilizuar dhe rripi Gazës, duhet stabilizuar dhe palestinezët. Nuk duhet trajtuar vetëm si problem i atyre që me të vërtet protestojnë edhe kërkojnë të drejta, por nuk zgjidhin probleme. Dhe këtu duhet ndalen. Është një tjetër element të protestosh, kërkosh drejtat, edhe të shesës mend me protestën që bën. Në njëkohësisht thuash fjalë të mëdha dhe është tjetër gjë që ta zgjidhësh. Dhe praktikisht të gjithë ata që bërtasin, thonë fjalë të mëdha, jo po njohim këtë, jo po bëjmë këtë, jo po krijojmë këtë pa baza logjike dhe pa baza konkrete të zgjidhjes së problemit, kanë dështuar. Ai që nuk u besua në fillim edhe që quhej sigurisht e njëri, i mblodhi, i uli të gjithë, i kërcnoi, sigurisht i kërcnoi, se pa veprimin e forcës, askërkush nuk merr vesh aty. I vuri edhe para një ngushtice të jashtëzakonshme, o këtë tash, të më kesh armikë dhe mua, gjë që është edhe problemi i Izraelit. Presidenti Trump nuk e ka mohuar kurrë ndihmën që t'i japi Izraelit, asnjëherë amerikanët, por sidomos presidenti Trump. Por ama që duhet zgjidhur problemi i Palestinës, edhe miku i tij duhet vendosur në pozicionin e vështirë dhe shumë të ngushtë për të zgjidhur problemin, se nuk mund të shkosh gjithë jetën duke vrarë njerëz. Ashtu si kundër dhe Hamasi, që është organizatë terroriste, kanë vrarë njerëz, i kanë marrë pengë dhe i kanë vrarë njerëz, kanë vrarë fëmijë nëpër djepe, nëpër shtetet e tyre, janë kriminal. Për ja që kanë ndodhur. Dhe praktikisht paqja dhe fillimi i zgjidhjes problemit, faza e parë e zgjidhjes problemit të Palestinës dhe palestinezëve dhe stabilizimi të paqes pikërisht në atë vend. Sepse e para është stabilizimi i paqes. Duhet të pajtohen. Duhet mbase mase mund mos ta shohin me dashuri njëri tjetrin. Po shpeshherë armiqt kanë bërë, nuk është vetëm aty që është bërë genocid. Evropa është e mbushur me shembuj prej 250 vjetësh. Prej 2000 vjetësh, por 250 vjetët e fundit janë bërë pothuaj 3 luftra të mëdha, ku kanë vdekur miliona e miliona me disë gjermanëve, francezëve dhe anglezëve, spanjollëve, austriakëve, perandorive që kanë vepruar aty. Në Ballkan po ashtu perandorit e ndryshme. Derisa kemi ardhur te 2 luftat e botërore. E mbushur me gjakësh e gjithë historia, nuk është vetëm ajo
zona të e mbushur me gjak. Mos bëjmë sikur nuk e njohim historinë tash. Para asaj zone me gjak që thonë kanë vrarë 67.000 njerëz, kanë vdekur 250.000 në Bosnjë. Edhe gati filloi të bëhesh po një ta gjë në Kosovë. Nuk është e vetmja. Për ta vendosur paqen, pastaj është një problem i madh. Edhe këtu u dyshua presidenti Trump. Dhe shpeshherë po diskutonin sot jo Nobeli për paqe. Një pjesë e atyre nobelistave atje në atë vend nuk kanë të bëjnë me një krah politik. Janë shumë majtas. Ata nuk do ta bëjnë kur me Nobel presidentin Trump. Sepse e gjithë Akademia e Nobelit e ty është e anuar gati. Nuk mund t'i them që janë komunistë dhe marksistë, do egzagerosh, apo janë njerëz të majtës që Trumpi nuk e durojnë dot. Po praktikisht ai është duke vendosur paqen, e tash del Macroni me gjysmë zëri, është i dështuar në Francën e tij, duhet ta pranojmë këtë. Edhe thot po është një gjë e mirë Obama, po duhet ta ndjekim. E majta amerikane. Po ashtu edhe kudo në leadershipet e Evropës. Po zgjidhet problemi, po këta nuk kanë bërë asgjë. Absolutisht nuk kanë bërë asgjë. Bile, jo vetëm që s'kanë bërë asgjë, po kanë bërë dhe keq që janë marrë me budalliqe, me deklarata bombastike dhe me marrëzira të një idiotizmi, anojën në njërë anë dhe anojën në anën tjetër, duke mbajtur një qëndrim ambig, po kur për të zgjidhur problemin. Evropa është e tillë, është për faqe të zezë sot. Sidomos të majtat e kanë problem të thonë në gjë, sepse e shohin Trumpin si armikun e tyre ideologjik. Sigurisht një ta di është gëzuar qeveria dhe Giorgia Meloni dhe ka të drejtë. Italianët janë vende i parë që ka dhënë ndihmë në Izrael për t'i futur në Gaza. Në kuptoni se çka kanë bërë, kanë futur ndihmat duke çarë një farë mënyrë se marrë bekimin e tyre, po edhe në krahun tjetër duke futur sasinë më të madhe të ndihmave. Pa bërë zë, pa shitur mend. Pa shitur mend si ato varkat idiotet asaj Gretës, e cila nga koha dhe nga marrëzirat me ngrohje globale merret me çështjet e Palestinës, një idiote adoleshente që tash është më adoleshente, fëmijë vastuar i cili shet mend kot me kauzat e saj për idiote. Në këtë mes, me të vërtetë që Evropa s'ka dhënë një kontribut madh, as Rusia nuk mund të ka nejt pas, nuk ka bërë keq, por ka nejt pas, as Kina nuk ka zgjidhur problem. Problemin e ka zgjidhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politikat e jashtëzakonshme të saj, presidenti Trump dhe sekretari i shtetit Rubio që nuk ngjohet, është njëri i qetë i përmbajtur në mënyrë të jashtëzakonshme. Në mënyrë karakteriale është i ndryshëm fare nga Trump, por është një nga njerëzit më për mua deri tani nga sekretarët e shtetit i cili sigurisht flet pak, po punon shumë, jashtëzakonisht shumë. Presidenti Trump tash i duhet më i dhënë atë që i takon presidentit Trump. Nobelin e meritojnë ata që vendosin paqe, ata që se kanë vendosur kur paqen. Kujtohet kur kanë marrë Begin dhe Arafat. Arafat para se të merrte Nobelin e paqes, para 10 vjetësh që është kryetari i një organizate terroriste. OLCP atëre ose organizimi i Arafatit që është edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj u bë partner. Po ashtu me se duket është edhe Hamas, janë këto lojra politike. Të mirët ata të shkret që kanë degur, si nga palestinezët dhe izraelitët, e tokë e djegur, e cila sigurisht do të ndërtohet prapë, sigurisht do të bëhet prapë, shpaku të shuthonë, por e mira është që të duroj paqja dhe mbi këtë paqe që po vendoset, të bëhet edhe ndërtimi dhe kthimi atyre njerëzve të mirë, të cilët kanë parë llahtarë, krime nga më të mëdha në atë zonë. Nder presidentit Trump, nëse paqja duron dhe pastaj vazhdon me krijimin e një Palestine dhe një vendi ku edhe ai populli që e quajnë veten popull palestinez dhe që ka të drejtën për të jetuar i lirë në tokën e tij, të bëhet realitet. Dakord miqtë mi?